Zoti Beleri, siç e thashë në hyrje të emisionit, në datën 16 do kemi një takim dhe një bisedë mes dy ministrave të jashtëm të Shqipërisë dhe Greqisë. Për gjitha ato çështje që unë i thash, ju si e vlerësoni këtë takim? Është një takim i përpritur nga dy palët, besoj se është i vonuar. Për mua besoj se do jetë një takim ku do bëhet një ristart i marrëdhënieve dypalësh. Çfarë pritshmërish keni ju vetë, zoti Beleri? Domethënë, çfarë prisni ju nga ky takim i nivelit të lartë midis dy ministrave të jashtëm? Nga këto që po informojmë nga mediat greke dhe nga infot që unë kam, do jetë një bisedë e cila bëhet në një periudhë kritike për marrëdhënien e dy shteteve, do jetë një takim i cili do vë të gjitha çështjet dypalëshe në tavolinë për të filluar të paktën të diskutojnë dhe për të gjetur një zgjidhje. Ju prisni që Greqia ta mbështesë anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Për punën, unë besoj se Greqia e ka deklaruar mbështetjen e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Është një politikë greke shumë viteve për integrimin e gjithë Ballkanit Perëndimor edhe Shqipërisë në BE. Besoj se Greqia me deklaratat e fundit të Ministrit Punëve të Jashtme e ka sqaruar këtë çështje dhe besoj se Greqia do jetë nga shtetet që do jetë në front në vitin e parë për të ndihmuar integrimin. A pritet që Greqia, zoti Beleri, të vendos kushte për këtë anëtarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Unë nuk besoj se Greqia apo në një shtet tjetër do vë kushte, po duhet të keni parasysh zoti Qafoku që Bashkimi Evropian, shtëpia jonë bashkë, shtëpia që duhet të integrohet te Shqipëria, ka kushte, ka norma, ka ligje, të cilat të gjitha shtetet që duan të bëjnë pjesë e këtij grupimi të madh, duhet i respektojnë. Jo, ju dhat një lajm të mirë që mua më gëzon, zoti Beleri, por gjithë shqiptarët që dëgjojnë që Greqia nuk do vendos kusht përveç atyre kushteve që janë që Shqipëria duhet t'i plotësojë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, dhe ky është një lajm shumë i mirë. Ndërkohë, zoti Beleri, ju që nga siç e dini zoti Qafoku, më falni për lëprejën, janë kushtet e Kopenhagës, kur flitet për shtetin e së drejtës, për respektimin e drejtave të njeriut, për respektimin e të drejtës së pronës. Këto janë gjëra, janë të drejta që ngelen për të dëshiruar në Shqipëri. Siç e dini, çështja e pronës akoma po zbaritet, kanë kaluar 35 vjet nga data që është bërë rotacioni që pas ka ikur pushteti komunist nga Shqipëria dhe akoma 30 vjet ishin në regjimin komunist që njerëzit nuk gëzonin pronat e tyre, kanë kaluar 35 vjet në demokraci që akoma nuk po i gëzojnë. Pra nëse Greqia ose shtetet e Evropës vën kusht që të zgjidhet çështja e pronës, nuk është një kusht. Është një reformë domosdoshme. Jo, ky nuk është kusht. Pra kriteret e Kopenhagës Shqipëria duhet i plotësojë që të jetë gati për të anëtarësuar në BE. Okej. Zoti Beleri, ju që nga 16 korriku i vitit 2024 jeni eurodeputet, duke përfaqësuar Greqinë në Parlamentin Evropian. Si ka qenë kjo periudhë për ju? Domethënë, si jeni involvuar ju në Parlamentin Evropian? Si keni funksionuar atje? Për mua një vit e gjysmë ishte një vit intensiv, një vit e gjysmë ku përballa me sfida të reja, njoha botën nga një këndvështrim tjetër, u marra pjesë në shumë komisione parlamentare, dëgjova nga kolegët e mi se ku do të shkojë Evropa, cilat janë problematikat më të mëdha sot në Evropë. Ishte një eksperiencë e paparë, dhe një eksperiencë që nuk e kisha pritur kurrë dhe as e nderoja. Unë marrë pjesë në 4 komisione, siç e dini. Në 4 komisione? Jam në kryetar në komisionin e ankesave, është komisioni që
drejt për drejt qytetarët mund të çojnë ankesat e tyre dhe të komunikojnë me institucionet e Bashkimit Evropian. Po? Jam te Komisioni për Zhvillimin Regional, Po? jam zëvendës antar te Komisioni për Shtetin e së Drejtës dhe jam dhe një zëvendës antar prapë në komisionin që ka të bëjë me mbrojtjen e peshkimit, peshkatarëve dhe oqeaneve. Zoti Beleri, në këtë një vit e gjysmë dhe me këtë ju që ngeni në 4 komisione, më duket një impenjim goxha i madh, domethënë në Parlamentin Evropian. Sigurisht që ju përfaqësoni Greqinë atje, por a jeni marrë ju dhe me çështjet të Shqipërisë, të shtetit shqiptar? Unë jam në komisionin e lidhjes asociimit midis Parlamentit Evropian dhe Parlamentit Shqiptar. Është një komision i përbashkët, ku jam pjesë e këtij komisioni dhe nga ky komision jam munduar të ndihmoj që të bëhen reformat e duhura dhe të avancojë integrimi i Shqipërisë në BE. Jo, çfarë keni bërë konkretisht e kam fjalën? Konkretisht. Për Shqipërinë. Zoti Qafoku duhet të dini, Po? siç u thash që janë kriteret e Kopenhagës, për shtetet që duan të integrojnë. Unë jam në një dilemë të madhe dhe çdo njeri që do integrimin e Shqipërisë. Këto problemet që ka sot Shqipëria, të shteti së drejtës, të mos darja e pushteteve, të mos kthimi pronave, i çon zërin e atyre qytetarëve që mohohet prona dhe mohohet këto drejta, i çon dikush në Bashkimin Evropian, ngre zërin dhe sa e ngre. Dhe sa ky zë që do ngrihet bëhet pengesë për integrimin e madh. Mos duke kam një dilemë brenda meje dhe një vizet që bëhet duke nxjerrë të palara tona në Evropë, mos e pengojmë integrimin. Unë besoj se duke thënë të vërtetat, vetëm ndihmojmë. Nga media në Shqipëri, siç thatë në fillim të bisedës tonë, shumë njerëz nuk më njohin. Besoj se unë jam atje për të krijuar probleme. Dhe u bëj pyetje të gjithë atyre skeptikëve, duke thënë të vërtetat. Krijojmë probleme apo ndihmojmë për të zgjidhur këto probleme? Se çdo problem në fillim duhet ta njohim, ta kuptojmë, pastaj të japim zgjidhjen nëse mund t'i japim. Pra kam ngritur zërin për çështjen siç u thash të pronave, për çështjen e mos funksionimit të drejtësisë. Zoti Qafoku duhet të dini që reforma në drejtësi mund ta reklamojnë në Shqipëri si një sukses, po të shikosh detajet, nuk ka bërë asgjë. Koha për të marrë një vendim nga gjykatat administrative është zgjatur, nuk është shkurtuar. Jemi shteti që kemi në paraburgim 60% të burgosurve. Mesatarja në BE 28%. Pra reforma ishte një reformë e dur, e votuan 140 deputet 2016, 10 vjet 2016 dhe 10 vjet pasi ka ngaluar nga ajo ditë, janë shumë pak njerëz që besojnë se ja ka arritur qëllimin. Flasim për një drejtësi me regji dhe një drejtësi që më shumë bën politikë se sa merret me drejtësi.